Ramosaj? Për herë të së vërtetës kem prit rezultat më të lartë. Ku ka më të lartë se sa të fitosh në raund të parë, zoti Ramosaj? Ai po i referoni përqindjes. Fitoria është të rëndësishme, mirë po përqindjen e kemi prit më të lartë. Çfarë flet kjo për Deçanin dhe lidhjen me Aleancën për Armërinë e Kosovës, zoti Ramosaj? Është një stabilitet dhe po mendoj që përkushtimi duhet jetë permanent në stop me karshi kërkesat qytetarëve, trajtimi tyre me njerëzillak edhe me seriozitet. Kjo është e rëndësishme. Po, në rrafshin e debateve që janë organizuar, ka patë një lloj ashpërsie shumë të madhe në studiot televizive përderisa rezultati del të jetë më ndryshe. Me vjen kesh që qytetarët e Kosovës, në këtë rast në veçanti Deçanit, ju kanë nështruar një debati të tillë. Nuk kemi në kohën kur duhet me pas një diskurs publik kaq të ashpër, me të mbushur me shumë pavërteta, dhe po besoj që kjo duhet me marrë fund një ditë. Po, nëse në kuadër të demokracisë ndodhin edhe këto përplasje, zoti Ramosaj. Shumë e vërtet, mirë po ne po harrojmë që